Këshilli Studentor i Universitetit Ismail Qemali në kuadër të festave të 7 dhe 8 marsit organizoi një koncert festiv të titulluar Një lule për ty. Aktiviteti festiv i organizuar nga vetë studentët, të cilët shprehën talentin e tyre, duke luajtur në violin, në këngë valle, por edhe në recitime vargjesh të shkruara nga ata vetë, monolog dhe aktrim, për të nderuar dy prej figurave më të rëndësishme të jetës, mësuesit dhe nënën. Performanca të cilat janë pritur me duar trokitje. Aktivitetin e përshëndeti edhe zëvendës rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali Frosina Londo, si dhe kryetari Këshillit Studentor, të cilët e kanë cilësuar këtë aktivitet si model për çdo grua, mësues, pedagoge, të cilat janë shtyllat e shoqërisë sonë që krijojnë e formojnë brezat. Sot është vërtet ditë e bukur, ditë me diell, dhe unë jam shumë e lumtur që shoh shumë student të mbledhur këtu bashkë për të festuar këto 2 ditë që janë mjaft të rëndësishme. Nuk ka shumë nevojë të zgjatemi, unë doja vetëm t'ju falenderoja në mënyrë të veçantë Këshillin Studentor, Leandron, dhe t'ju përcjellja përshëndetit edhe të rektores, profesor Dr. Aurela Saliaj. Shijojeni koncertin dhe gëzuar festat. Lula për ty nuk ishte vetëm një titull koncerti, ishte një simbol për çdo grua, për çdo nën, për çdo pedagoge, mësuese që kontribuon çdo ditë me forcë, dije dhe përkushtim në shoqërinë tonë. Ata nuk tregojnë me këtë aktivitet që janë djetës të aftësive akademike, por edhe krijues, organizator, dhe promotor të vlerave qytetare. Sot nuk festojmë vetëm martin, ne festojmë bashkëpunimin me njëri tjetrin, festojmë energjinë rinore, festojmë energjinë e gruas dhe energjinë e çdo mësuese, pedagogu dhe pedagoge. Në fund të aktivitetit, për pjesëmarrësit u shpërndan edhe disa certifikata vlerësimi për të gjithë ata student të Universitetit të Vlorës, të cilët kontribuan në realizimin e tij. Certifikata u dorëzuan tek studentët nga kryetari i Partisë Socialiste për Vlorën Klevis Kaso dhe prefektja e qarkut të Vlorës Evis Allushi, të cilët vlerësuan aktivitetin dhe kontributin e çdo studenti për realizimin e tij. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Para se të ndaj këto certifikatat, nuk e kisha parashikuar që do isha në foltore. Jam shumë emocionuar që mora pjesë në këtë aktivitet, ndryshe nga aktivitetet tona politike, ato që juve ndonjëherë ju duken të mërzitshme. Ky ishte një aktivitet që unë kam shijuar pa mas. Faleminderit Këshillit Studentor për ftesën. Ishte një aktivitet që çdo mësues do ta donte më shumë se çfarë do lloj dhurate tjetër. Kështu që mirënjohje për ju, mirënjohje për kryetarin e Këshillit Studentor Leandron dhe gëzuar çdo mësuesi për gjithë sakrificën e vet dhe gjithë
pasionin që jep për të rritur dhe edukuar këto breza kaq të mrekullueshëm dhe me kaq shumë pasion ndaj mësimit, artit dhe qytetit të Vlorës. Përshëndetje të gjithëve. Për mua në fakt është një emocion shumë i veçantë që të jem sot në këtë aktivitet, si prefekte e qarkut të Vlorës, por megjithatë si një pjesë e pandare e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, ku për një periudhë shumë gjatë, për 18 vitesh, kam dhënë dhe vazhdoj të jap ende kontributin tim në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Studentët janë një pjesë shumë e veçantë e universitetit dhe gjatë gjithë këtyre viteve, lidhja ime dhe kontributi im në rritjen profesionale të tyre, por njëkohësisht në angazhimet e tyre jashtë mësimdhënies ka qenë i vazhdueshëm. Por të jem pjesë sot këtu në këtë aktivitet ku studentët janë pika kyçe dhe janë ata të cilët kanë marrë iniciativën për të organizuar këtë aktivitet që na ka kënaqur pafundësisht, dua t'ju them shumë faleminderit. Faleminderit në organizimin tuaj, faleminderit që na bë pjesë dhe dua t'ju them që mos rreshni kur së organizuari aktivitete të tilla sepse ka një rëndësi të jashtëzakonshme në qytetin tonë të dashur, qytetin e Vlorës. Shumë faleminderit të gjithëve. Një lule për ty, aktivitet festiv i Këshillit Studentor, u organizua me mbështetjen e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, nën kujdesin e veçantë të rektores së këtij universiteti, profesor Dr. Aurela Saliaj.